Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zgjeni disa kokra limoni dhe lëngun e tyre e pini në mëngjes, do befasoheni nga ajo që do t'ju ndodh. Si e filloni ditën është shumë e rëndësishme për një jetë të shëndetshme dhe cilësore. Shumë njerëz pinë ujë të nxehtë me limon çdo mëngjes, por në atë mënyrë ato nuk mund të përdorin të gjithë përbërësit që ofron limoni. Duke pirë në ujë të nxehtë ose të ftohtë me limonat merrni vitaminën C, por nuk mund të përdorni disa nga përbërësit e rëndësishëm që gjenden në tulin dhe lëvozhgën e limonit. Ato që e kanë provuar këtë metodë përgatitëse befasohen këndshëm nga efektet që duken qartë në vetëm 2 ditë pas fillimit të konsumit. Përbërësit e nevojshëm janë 6 limona, 600 ml ujë dhe mjaltë. Procedura e përgatitjes bëhet në këtë mënyrë. Zgjeni 6 limona organik, edhe nëse nuk janë, atëherë i trajtoni me sodë buke për të eliminuar papastërtitë e tyre. Pasi i prini ato në gjysmë dhe i fusni në një enë me ujë, i zgjeni ato për 3 minuta nga momenti i vlimit të ujit. E lini enën të ftohet për 15 minuta dhe më pas e kulloni. Ruani lëngun në termos ose në shishe qelçi në frigorifer. Për të përmirësuar shijen, mund të shtoni mjaltë edhe për të ofruar më shumë cilësi. Përbërësit e konsumit të kësaj pije janë: forcon sistemin imunitar, mbron nga ftohja, stimulon energjinë gjatë gjithë ditës, përmirëson peristaltikën dhe lëvizjen e zorëve, përshpejton metabolizmin, balancon vlerat e pahashit, freskon frymëmarrjen, pastron lëkurën tuaj e bën më të bukur, ndihmon për të humbur në peshë dhe për të hequr qafe kile të tepërta, dhe hidraton gjithashtu sistemin tuaj limfatik. Në një gotë me ujë të nxehtë me limon në mëngjes duket se është e dobishme për shëndetin tonë, dhe kjo në disa mënyra. Ai do bën toksinat nga trupi, ndihmon tretjen, lufton rrudhat, lehtëson humbjen e peshës dhe krijon një mjedis alkalin për të balancuar pH-in e trupit. Të gjitha këto veti të lëngut të limonit e bëjnë atë të jashtëzakonshëm dhe të dobishëm në këto situata. Ndihmon në trajtimin e akneve. Lëngu i limonit ndihmon metabolizmin në humbjen e acideve duke qetësuar trupin dhe duke ndaluar shfaqjen e akneve. Ju gjithashtu mund të lani fytyrën me lëng limoni. Largon urinë dhe ndihmon në humbjen e peshës. Enzimat dhe vitaminat e limonit rregullojnë sheqerin në gjak dhe fibrat që luftojnë rrudhat. Lëngu i limonit gjithashtu rrit prodhimin biliar i cili ndihmon në prishjen e ushqimit gjatë tretjes. Pastron gurët në veshka. Kaliumi i limonit rrit citratin në urinë dhe mbron nga formimi i oksalateve. Forcon sistemin imunitar. Ai mbështet sistemin limfatik i cili punon së bashku me sistemin imunitar për të kapur dhe zvogëluar patogjenët. Trajton gurët në tëmbë. Ulëntimet kanë treguar se lëngu i limonit gjatë vakteve ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të shkaktuar nga gurët e tëmbëthit. Ndihmon me gripin dhe me ftohjen. Limonët janë të pasur me vitaminën C, e cila është antioksidant natyral që forcon sistemin imunitar dhe ka efekte antivirale dhe antibakteriale. Gjithashtu, ndihmon në kushtet e zbatitës gastroezofageale, i bën thonjtë më të fortë dhe panjulla, lufton helmimin nga ushqimi, ndihmon në rastin e fibromjalgjisë dhe lodhjes, zvogëlon inflamacionin, ai relakson muskujt e tij pas tërvitjes. Redukton praninë e acidit urik në nyje ndërsa zvogëlon dhimbje në kushte të tilla si artriti. Ndihmon në dhimbjet e krijuara pas pirjes së alkoolit. Është i dobishëm në kushtin e kolitit. Koliti është një çekuilibër i nivelit alkalin dhe acidit në zorë. Lëngu i limonit ndihmon në balancimin e pH-it dhe zvogëlon gjithashtu nivelet e aciditetit në trupin tuaj. Lëngu i limonit është i pasur me vlera ushqyese, sidomos flavonoide, të cilat kanë në veti antioksiduese shumë të mira për ju. Studime të ndryshme kanë treguar se lëngu i limonit është i mirë për diabetin, tensionin e lartë të gjakut, temperaturën, kapslëkun, tretjen dhe probleme të tjera me shëndetin. Ai është shumë i mirë edhe për lëkurën dhe për dhëmbët. Sipas shoqatës amerikane të urologjisë, limoni ose lëngu i limonit mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemit të gurëve në veshka. Këto janë 8 probleme shëndetësore që mund të lehtësohen me përdorimin e lëngut të limonit. Lëngu i limonit ndihmon edhe në përshpejtimin e rënies nga pesha. Sipas studimeve të fundit, sasia e lartë e pektinës te lëngu i limonit ndihmon për të rënë nga pesha. Fibrat janë gjithashtu shumë të mira për të dobësuar. Lehtëson problemet me lëkurën.
Antioksidantët e lëngu i limonit ndihmon përheqjen e akneve, puçrave dhe rrudhave të moshës. Ai pastron gjakun dhe rigjeneron gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës. Ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Lëngu i limonit është një agent i mirë detoksifikues i cili ndihmon në largimin e substancave toksike nga trupi, që do të sjellë rezultate më të kënaqshme në dobi të tij. Është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese e cila mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Lëngu i limonit do ju ndihmojë gjithashtu edhe në pastrimin më të mirë të shëndetit të zorrve dhe do të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Limoni është i pasur me fibër pektin e cila stimulon lëvizjen e zorrve dhe i mban ato akoma më të pastra. Balancon nivelin e pH-it. Një gotë me ujë të ngrohtë me limon në mëngjes rikthen balancën e niveleve të pH-it në tru. Ndihmon me tretjen. Lëngu i limonit përmirëson tretjen duke stimuluar prodhimin e një lëngu i cili quhet bile, i cili nxirret nga mëlçia dhe ruhet në fshikëzën e tëmthit. Parandalon rritjen e bakterieve dhe inflamacionin dhe dhimbjen. Lëngu i limonit është gjithashtu i mirë në lehtësimin e dhimbjeve, sidomos atyre të gjunjëve. Të moshuarit duhet patjetër të konsumojnë në këtë lëng dhe të mos kenë probleme me kockat në mënyrë që të evitojnë kështu edhe shqetësimet e tyre imunitare. Të pasura me vitaminën C dhe antioksidues. Agrumet forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë lëkurën nga dëmtimet e jashtme. Limoni në veçanti është një burim i vitaminave dhe mineraleve të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Sasia e madhe e kalciumit, magnezit dhe potasiumit ju mban të hidratuar dhe shton minerale në trupin tuaj. Këto vitamina janë miku juaj më i mirë gjatë periudhave të gripit, pasi forcon kështu sistemin imunitar. E njëjta gjë vlen edhe për lëngun e limonit, i cili punon si një recetë kundër dhimbjeve dhe problemeve. Një studim i fundit sipas health.com konsideron limonin si një ndihmës shumë të mirë kundër kolesterolit të lartë. Ekspertët thonë se ka një lidhje të domosdoshme nga disa kombinime të lëngut të limonit dhe yndyrnave të tepërta në gjak. Një studim i publikuar në Nutrients Journal tregoi se personat që konsumonin një lugë me lëng limoni në ditë për 30 ditë me radhë patën edhe përmirësime të ndjeshme në kombinim me hudhrën. Vitaminat C dhe flavonoidet ndihmojnë në uljen e yndyrnave në gjak. Këto janë 2 nga mineralet kryesore të frutit i limonit. Lëngu i limonit rezulton edhe si një metodë shumë e mirë në luftimin e sëmundjeve të kujtesës. Kombinimi i hudhrës me lëngun e limonit rrit mundësinë e efektivitetit të kësaj recete. Gjithashtu, kolesteroli i ulët do të thotë edhe zemër më e shëndetshme. Konsumi i lëngut të limonit është një mënyrë e sigurt dhe natyrale për ta mbajtur zemrën dhe gjakun në vlera optimale. Në një spektër më të gjerë, ky frut ju dhuron edhe një lëkurë më të mirë, duke ndihmuar në rikthimin e elasticitetit të saj. Një tjetër studim sugjeron pirjen e lëngut të limonit të shoqëruar me mjaltë për 4 ditë, që ndihmon gjithashtu edhe në përshpejtimin e uljes së peshës trupore. Sigurohuni që të zgjidhni sa më shumë limona natyral në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre unike për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme të theksohet se pirja e lëngut të limonit dhe ngrënia e tulit të limonit është ajo që përmirëson shëndetin tretës, pasi që përmban fibra të tretshme dhe sheqerna të thjeshta. Kjo do të përmirësojë shëndetin e zorrve dhe madje ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit. Lehtëson dhimbjet e fytit. Uji i ngrohtë me limon i përzier me mjaltë ka qenë një recetë shtëpiake për një kohë shumë të gjatë, duke u treguar se funksionon gjatë stinës së ftohjes edhe kur keni dhimbje të fytit, duke u sjellë rezultate të kënaqshme në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Ndihmon në pastrimin e lëkurës. Pirja e ujit me limon në mëngjes me stomakun bosh mund të ndihmojë në balancimin e trupit tuaj, duke nxitur një gjendje më alkaline e cila dihet se është antiinflamatore për lëkurën dhe për trupin tuaj. Kështu sigurohuni që ta përdorni vazhdimisht në dietën tuaj pirjen e ujit me limon. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.